gjatë dekadës fundit, po them gjatë këtij 10 vjeçare kryesisht, ti ke qenë shpesh edhe kritik edhe shumë i drejtë për drejtë me drejtuesit e Federatës së Peshngritjes. A mendon se kërkesat dhe shqetësimet tua si kampion janë dëgjuar edhe janë reflektuar qoftë nga Federata apo qoftë nga qeveria shqiptare? Pa diskutim që kam qenë kritik për problemet që kanë qenë të hasura të përhershme, por realisht kam marrë të përgjigje, sepse janë dhe faktet ato që e flasin. Ka pas ndryshime të jashtëzakonshme, mos harrojmë që me shpalljen e timit kampion bolle ndryshon ligjet e shpërblimeve, u bë ligji i punësimit që kemi me grada kolonel dhe pa diskutim që këto janë degjesa që janë bërë nga shteti dhe nga federata. Që janë Kjo, shiko, është shumë e rëndësishme pjesa që në momentin që artist, kampion, sportist edhe gjithë njerëzit që kontribuojnë në fusha të ndryshme për Shqipërinë tonë, është mirë kur dëgjohen sepse në fund ditës gjitha ajo lodhje dhe sakrifica ka nevojë për shpërblim. Nuk mjaftojnë vetëm medaljet, mendoj unë. Mjafton edhe suporti i madh ekonomik që ju duhet për të qenë kampion. Pa diskutim që po, sepse këto janë dhe vlerësime, janë dhe gjëra domethënë që ti ke arritur diçka dhe shpërblesh për atë çfarë ke arritur, sepse në fund ditës ne jemi njerëz që kemi një jetë përtes sportit, normalisht që këto janë benefitet dhe suportet që kemi dhe ke vlen për të falenderuar sepse falenderoj zot kryeministrit. Është një ndër gjërat më madhore që ka bërë shteti shqiptar ndaj sportit është ligji i punësimit dhe ligji i shpërblimeve që është paguar për çdo medalje që ti arrin. Dhe kjo është një Kjo vlen për gjithë sportistët, për gjithë disiplinat? Për të gjithë disiplinat, pa diskutim. Kjo është një ndryshim madhor që është bërë në sportin shqiptar dhe duhet të falenderuar dhe pa diskutim me ndërhyrjen e ish-ministres Kushi nga Elbasani, Evis Kushi, që ka qenë një ndër nismëtarët e këtij ligji.